Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për sëmundjet psikotike të burrat dhe të gratë. Shumë njerëz mendojnë se sëmundjet psikotike shërohen më vështirë te burrat dhe më lehtë te gratë. Në fakt, nuk është e saktë të thuhet se sëmundjet psikotike shërohen më vështirë te burrat dhe më lehtë te gratë. Ka disa dallime mes gjinive, por rezultati varet shumë nga lloji i psikozës, mosha e fillimit, trajtimi dhe personi. Lind pyetja: pse krijohet kjo përshtypje? Te disa çrregullime psikotike, veçanërisht te skizofrenia, studimet kanë gjetur disa ndryshime. Te burrat, simptomat shpesh fillojnë në moshë më të re. Fillimi i hershëm mund të lidhet me ecuri më të vështirë dhe me më shumë vështirësi në funksionimin e përditshëm. Te gratë, fillimi mesatarisht ndodh pak më vonë dhe në disa raste, ecuria afatgjatë mund të jetë më e favorshme. Hormonet seksuale, veçanërisht estrogeni, mendohet se mund të ndikojnë në sistemet e trurit që lidhen me dopaminën dhe neurotransmetues të tjerë. Kjo është një nga arsyet pse kërkuesit studiojnë dallimet mes burrave dhe grave. Gratë mund të kenë gjithashtu ndryshime ndaj disa trajtimeve, por kjo nuk do të thotë se gratë çrohen më lehtë se burrat. Është e rëndësishme të theksojmë se psikoza nuk do të thotë domosdoshmërisht skizofreni. Një episod psikotik mund të shfaqet edhe në çrregullime të humorit, pas përdorimit të disa substancave ose ilaçeve, ose në gjendje të tjera mjekësore. Disa njerëz kanë vetëm një episod dhe nuk përjetojnë më psikozë, ndërsa të tjerë kanë episode të përsëritura dhe këta njerëz kanë nevojë për trajtim afatgjatë. Trajtimi i hershëm dhe i vazhdueshëm mund të përmirësojë ndjeshëm pavarësisht nëse personi është burr apo grua. Lind pyetja: a ndikon menopauza? Menopauza mund të ndikojë te simptomat psikotike, kryesisht për shkak të uljes së estrogenit, i cili nuk është vetëm hormon riprodhues, ai ndikon edhe në funksionimin e trurit. Ja çfarë ndodh? Gjatë menopauzës, nivelet e estrogenit bien dhe luhaten. Estrogeni ndërvepron me sistemin dopaminergjik të trurit. Dopamina është një nga neurotransmetuesit që lidhet me simptomat psikotike, si halucinacionet dhe bindjet deluzive. Estrogeni ndikon gjithashtu dhe në sisteme të tjera nervore. Ndaj, ndryshimi hormonal mund të ndryshojë mënyrën se si truri rregullon humorin, stresin dhe perceptimin. Menopauza shpesh shoqërohet me pagjumësi, ankth dhe stres, të cilat mund të përkeqësojnë simptomat të një person që është tashmë i predispozuar për psikozë. Kjo lidhet edhe me një vëzhgim interesant. Te disa gra me çrregullime psikotike, simptomat mund të ndryshojnë pas menopauzës, kur nivelet e estrogenit bëhen shumë më të ulta. Por kjo nuk do të thotë se menopauza shkakton psikozë te çdo grua. Ky është një faktor që mund të ndikojë te disa gra, sidomos kur ekziston një prirje ose sëmundje psikiatrike e mëparshme. Gjatë psikozës mund të ndryshojë mënyra se si truri përpunon informacionin dhe vendos se çfarë është reale. Me anë të syve, truri merr një sinjal të paqartë, për shembull, një hije, njollë ose objekt. Truri, pastaj, përdor kujtesën për ta interpretuar atë që sheh. Në psikozë, tek disa njerëz ky interpretim mund të bëhet më i fortë ose më pak i saktë. Ndaj, një model i paqartë mund të perceptohet si fytyrë. Nëse personi ka dhe
halucinacione vizuale, ai mund të shohë një fytyrë ose person që nuk ndodhet realisht aty. Në disa raste, problemi nuk është vetëm shikimi, por kuptimi që i jep truri asaj që sheh. Për shembull, një fytyrë normale mund të perceptohet si kërcënuese ose si fytyra e një personi të caktuar. Është e rëndësishme të theksojmë se të shohësh fytyra në re ose në hije nuk do të thotë domosdoshmërisht psikozë. Kjo ndodh edhe te njerëzit kryesisht të shëndetshëm dhe quhet pareidoli. Në psikozë, shqetësuese është sidomos kur perceptimi është shumë i bindshëm, përsëritet dhe shoqërohet me bindje dhe përvoja të tjera që nuk përputhen me realitetin. Lind pyetja: çfarë duhet të bëjë një person me psikozë? Nëse një person me psikozë po sheh fytyra, njerëz ose figura që të tjerët nuk i shohin, ose po interpreton pamjen në mënyrë shumë të frikshme, gjëja më e rëndësishme është të marrë ndihmë mjekësore. Ai duhet menjëherë të kontaktojë me psikiatrin, veçanërisht nëse simptoma është e re dhe nuk është përkeqësuar. Të mos ndërpresë dhe ndryshojë vetë ilaçet. Ndryshimet e dozës së ilaçeve bëhen vetëm nga mjeku. Të përpiqet të ketë gjumë të rregullt, sepse mungesa e gjumit mund të përkeqësojë simptomatat. Të shmang alkoolin dhe drogat, të cilat mund të shtojnë dhe nxisin simptomat psikotike. Të qëndrojë me një person të besuar nëse ndihet i frikësuar ose i hutuar. Në momentin që sheh diçka, mund të përpiqet të kontrollojë realitetin, të ndezë dritat, të shikojë përsëri objektin dhe të pyes një person të besuar se çfarë ai sheh. Dhe diçka shumë e rëndësishme është se personi nuk duhet të fajsohet për atë që sheh. Për të, përvoja mund të jetë plotësisht reale dhe e frikshme, sepse burimi është mënyra se si truri po e përpunon informacionin. Është e rëndësishme të theksojmë se një person që fillon të dëgjojë zëra dhe më pas fillon të shoh fytyra, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se njëra shkaktoi tjetrën. Mund të jenë dy simptoma të së njëjtës gjendje, por mund të kenë dhe shkaqe të ndryshme. Lind pyetja: a shprehen njerëzit me psikozë? Një person që përjeton psikozë mund të flasë për simptomatat, por edhe të mos i tregojë askujt. Arsyet pse të mos shprehet janë të ndryshme. Mund të mos kuptojë se përvoja është simptom dhe ta besojë atë si diçka që po ndodh realisht. Mund të ketë frikë ose turp se të tjerët do ta gjykojnë. Mund të mendojë se nëse tregon për zërat dhe pamjet, askush nuk do ta besojë. Në disa raste, zërat mund t'i thonë personit të mos tregojë atë që po përjeton. Disa njerëz kanë vështirësi të shpjegojnë me fjalë një përvojë që është shumë e çuditshme dhe e frikshme. Ka dhe persona që e kuptojnë shumë mirë se diçka nuk është në rregull dhe kërkojnë vetë ndihmë mjekësore. Prandaj, heshtja nuk do të thotë se personi nuk po përjeton simptoma dhe anasjelltas. Fakti që dikush flet për to nuk do të thotë se simptomatat janë më të lehta. Nëse dikush po përjeton zëra dhe pamje të tilla, mënyra më e mirë është të dëgjohet pa e tallur dhe pa i bërtitur, dhe të inkurajohet të flasë me një profesionist të shëndetit mendor. Është e rëndësishme të theksojmë se personat me psikozë nuk duhet që të goditen. Goditja me pëllëm në fytyrë nuk është trajtim për psikozën, por mund ta përkeqësojë situatën. Nuk duhet përdorur goditja për ta sjellë personin në vete. Goditja krijon frikë, habi dhe stres të menjëhershëm. Personi mund të bëhet më i shqetësuar, mbrojtës dhe agresiv.
dhe tashmë ai është i bindur se dikush po e kërcënon. Goditja mund t'ia forcojë akoma dhe më shumë këtë ndjesi. Është e rëndësishme të theksojmë se te personat me psikozë nuk duhet që të përdoret goditja. Te këta persona është më e sigurt të flitet qetë dhe me zë të ulët, të mos u bërtitet dhe të mos përdoret forca fizike, të mos debatohet ashpër për atë që personi po sheh dhe dëgjon, të largohet nga ambienti që çdo gjë mund ta dëmtojë. Kërkohet ndihmë profesionale, sidomos nëse simptomat janë të forta. Nëse personi bëhet i rrezikshëm për veten dhe të tjerët, nuk duhet që të përpiqeni ta kontrolloni duke e goditur. Kërkoni ndihmë mjekësore. Një goditje mund ta bëjë edhe më të vështirë një person që t'u besojë njerëzve dhe të pranojë ndihmë mjekësore më pas. Në episodin psikotik të njerëzve, më shpesh ndikon stresi, mënyra e marrëdhënies dhe kushtet e jetesës. Stresi i vazhdueshëm nga konfliktet, pasiguria, problemet ekonomike dhe mungesa e mbështetjes mund ta mbajnë trupin në gjendje alarmi. Me kalimin e kohës mund të ndikojnë të gjitha këto te gjumi, imuniteti, presioni i gjakut dhe humori. Marrëdhënia konfliktuale mund të shoqërohet me ankth, depresion dhe veçanërisht kur personi ndihet i vetëm ose i pavlerësuar. Gjumi i keq është i zakonshëm kur ka konflikte. Zakonet e përbashkëta si ushqyerja jo e shëndetshme, mungesa e aktivitetit fizik dhe përdorimi i alkoolit mund të ndikojnë te të dy partnerët. Një anë tjetër që duhet theksuar është një marrëdhënie e sigurt dhe mbështetëse ka efekt pozitiv. Njerëzit shpesh përballojnë më mirë stresin dhe kujdesen më mirë për shëndetin kur kanë mbështetje. Një gjë veçanërisht e rëndësishme është abuzimi, frika dhe dhuna në çift mund të kenë pasoja serioze fizike dhe psikologjike. Cilësia e marrëdhënies dhe stresi kronik mund të ndikojnë fuqishëm në shëndet. Manipulimi emocional në jetën bashkëshortore ka një efekt shumë të veçantë. Nëse dikush për vite me radhë dëgjon vazhdimisht gjëra të tilla si ti e imagjinon, ti je problemi, nuk e ke parë siç thua, personi mund të fillojë të dyshojë në gjykimin dhe kujtesën e vet. Kjo mund të ulë vetbesimin dhe të rrisë ankthin. Por truri ka dhe një aftësi shumë të rëndësishme, që është elasticiteti. Kur personi largohet nga një mjedis konkretisht stresues dhe merr siguri, mbështetje, bën gjumë të mirë, nuk nevojitet ndihmë psikologjike. Sistemi i stresit mund të qetësohet dhe shumë nga këto vështirësi mund të përmirësohen. Nëse një marrëdhënie përfshin dhunë dhe kërcënim, siguria e personit duhet të jetë përparësia kryesore. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund. Nëse ju pëlqeu dhe dëshironi më shumë tema interesante nga historia, shkenca dhe misteret e botës, abonohuni në këtë kanal dhe aktivizoni njoftimet. Mirupafshim në videon e radhës.